Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla prezantoi projekt buxhetin e bujqësisë me vlerë 16.3 miliard lekësh për vitin 2026 në Komisionin Parlamentar për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural. Ky buxhet ka një rritje prej 11.3% ose 11 milion euro më shumë për fermerët, përpunuesit dhe peshkatarët. Ministri Salla tha se me projekt buxhetin 2026 parashikohet që fermerëve të shpërndahen 5.2 miliard lek në formën e subvencioneve dhe granteve. Kurse nga kompensimi 10% të VSH-s për inputet bujqësore, mbështetja për fermerët llogaritet çdo vit në vlerën e 1.5 miliard lekëve. Për herë të parë, shoqërojmë buxhetin me masa fiskale në një qasje të vetme që krijon efekt të shumëfisht në zinxhirin e vlerës, nga prodhimi te grumullimi e përpunimi. Kalohet nga subvencioni te rezultati i matshëm në konkurrueshmëri, siguri ushqimore dhe eksport. Ky është thelbi i qasjes sonë. Skema e re e mbështetjes i mëson fermerët të prodhojnë sot me rregulla që do të gjejnë nesër në BE, pra formalizim, faturim, gjumshmëri, standarde cilësie dhe siguri ushqimore. Kushti është i thjeshtë dhe i drejtë. Sa herë që shet me faturë, aq herë ke akses në mbështetje. Prandaj, përtej rritjes nominale, vlera e vërtet e këtij buxheti qëndron tek bashkëveprimi buxhet, ndërhyrje fiskale dhe të orientimi i tij drejt standardeve të BE-s. Në këtë kuadër, draft ligji i projekt buxhetit vitit 2026 për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është 16.3 miliard lekë, ose 11.3% ose 11 milion euro më shumë për fermerët, përpunuesit, peshkatarët shqiptarë. Ky është buxheti më i lartë që ka pasur ndonjëherë bujqësia shqiptare dhe është rreth 3 herë më shumë se sa në vitin 2012. Më shumë buxhet do të kenë investimet e brendshme me fondet e buxhetit shtetit me rreth 32%, 14.5% më shumë për zhvillimin rural dhe skemat kombëtare mbështetëse me 16%, rreth 80% në programin buxhetor të sigurisë ushqimore. 4 do të jenë shtyllat mbi të cilat do ndërtohet buxheti. Zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë dhe zonave rurale, siguria ushqimore, zhvillimi i qëndrueshëm i peshkimit dhe ekonomisë blu, dhe kapacitetet bashkëpunimi, inovacioni dhe digitalizimi. Por nuk mund të lë pa përmendur tokën dhe ujin, si dy burime të cilat janë thelbësore për procesin e prodhimit bujqësor dhe blegtoral. Do të vazhdojmë që të investojmë në ujitje, kullim dhe mbrojtje nga përmbytjet, duke rritur sigurinë për fermerët dhe duke ulur humbjet. Në mënyrë më të detajuar, programi i zhvillimit rural është boshti i kësaj pakete me 7.7 miliard lek në 2026, ose 47.5% buxhetit total të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.